Me siguri ka për të thelluar në mendimi apo të formojë një bindje se Isniqi ka një të kaluar të largët. Këtë ja imponon vetë natyra e ambientit e cila e rrethon. Kullat trikatëshe të ndërtuara prej gurit dhe dritare të vogla ruajnë freskinë e stilit e arkitekturës së Dukagjinit. Po që se flasim për historikën e fshatit, hasim në paradoks me të thënën e mëparshme, sepse historia e fshatit të Isniqit është shumë e re, por edhe e bujshme. Para 500 vitesh në këtë fshat u vendos familja e Bojkut, e cila edhe tani ekziston. Disa decenje më vonë, parafërsisht ka vitin 1560, erdhi edhe Lek Vuka, i cili për shkaqjet e ngatresave ndërvllazërore u detyrua të shpëngullet nga shala e vendit dhe u vendos përkohësisht në Vuthej, e më vonë edhe në Velik, fshat Rakto në Maltezi. Duke e bredhur edhe më tutje për të gjetur venstrehim me qëllim që të ikë për Leshës, të cilën ja kishin mbjell gjyshërit e tij, zbriti në rafshin e Dukagjinit. Këtu ranë në kontakt me Beglulollin e Lëbushës, që të dy gjetën ujdi që edhe Lek Vuka më të bejt Niken, Canën, Preken dhe nipin Qelen të fillojnë jetën së bashku me familjen e Bojkut. Më vonë, pos shërbimit dhe punëve të obliguara dhe respektit të domosdoshëm që duhej t'i bëhej Beut, ky i fundit, në vend që këtë ta shpërblej, kërkonte që familjet në fjalë si idol ta njohin fenë islame e njëkohësisht të numërohen si shërbëtorë të tij. Nga këto dy familje, sot Isniqi numëron 29 lagje. Në bazë të kujdhanave, emri fshatit ka burimin nga emri i të birit të Niklekës, të cilin atë bote pagzuan me emër Isnika, e në ndërkohë, edhe fshati emrohet po me këtë emër, vetëm që pëson një ndryshim, duke u zhdukur zanori e fundit e mbiemri dhe të zbutja bashkëngëllores ky e zavendësuar në q, që do thotë Isniq. Duke filluar nga këto të dhëna, del se Isniqi është si një ndër fshatrat më të reja. Ndoshta kjo ka ndikuar që në të gjejnë bazën edhe të rimkëmbën idetë religjioze të Pashës, Beut dhe Agës. Mirë po, Isniqasit, duke e parë se besnikëria, bujaria dhe respekti të pruar ndaj otomanëve turq, kuptuan se ajo çdo ditë më shumë u kthehej me të keq, sepse